Avokati i popullit ka hapur lëndë me iniciativë të vetë lidhur me ndotjen e ujit në Gostivar. Banorët e Gostivarit prej afër 4 javësh nuk kanë ujë të sigurt për pije, pas zbulimit të bakterieve në ujësjellës, ndërsa rezultatet përfundimtare të analizave priten deri më 20 gusht. Qëllimi sipas avokatit të popullit është të përcaktohet se si është cënuar e drejta e qytetarëve për ujë të pastërt dhe të sigurt për pije, pasi më shumë se 4.000 banor kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të simptomave të helmimit. Për këtë arsye janë kërkuar informacionin nga Instituti i Shëndetit Publik, Qendra e Shëndetit Publik, Komuna e Gostivarit dhe Ndërmarrja Publike Komunalec. Gjatë ditës së djeshme kemi pranuar informacione me shkrim nga institucionet përkatëse. Megjithatë, ato nuk janë të plota, pasi nuk i përmbajnë gjitha dhënat dhe rrethanat relevante që lidhen me problemin e ndotjes së ujit. Për këtë arsye, avokati i popullit gjatë ditës së sotme do të drejtohet edhe institucioneve të tjera kompetente. Avokati i popullit ka paralajmëruar Këshillin e Komunës së Gostivarit që të shqyrtojë mundësinë që qytetarët e Gostivarit, si dhe banorët e komunave të tjera që përdorin shërbimet e NP Komunalec, të lirohen nga detyrimi për të paguar faturat e ujit për periudhën gjatë së cilës uji nuk ka qenë plotësisht i sigurt për përdorim. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski vlerësoi se situata epidemiologjike gradualisht po stabilizohet dhe se numri i pacientëve të rinj të regjistruar me probleme është në rënje. Ai theksoi se një ekip ekspertësh i Ministrisë së Shëndetësisë po përgatit një analizë të detajuar të gjithë rastit, e cila do të dërgohet dhe do të ndahet me institucionat e tjera kompetente.